Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të vazhduar të sjellim pranë jush dhe të komentojmë në fakt një ngjarje që ka ndodhur sot brenda shtëpisë së Big Brotherit. Pas këngës e cila mbrëm në shtëpi u lëshua kënga e cila Jozi ja ka dedikuar Loredanës në ditën e Shën Valentinit, ku Loredana nuk ishte informuar për këtë projekt që Jozi e ka bërë dhe për këtë këngë që Jozi e ka bërë, banorët filluan të shokohen nga mënyra e veprimit të Jozit, se si Jozi e ka bërë një këngë për Loredanën jashtë dhe tani kur është brenda kësaj shtëpie nuk ka asnjë lloj ndjenje për Loredanën. Loredana e përjetoi me shumë kënaqësi, e përjetoi me shumë pozitivitet këtë këngë, u ndje në fakt shumë e vlerësuar, por ajo që u mërzite dhe u thye nga kjo këngë ishte Ola. Ola nuk u ndje mirë fare nga mënyra se si e dëgjoi dhe se si banorët e tjerë e panë që Olën ra aq poshtë për këngën që Jozi kishte bërë për Loredanën. Ola edhe pse ka qenë në fakt jashtë shtëpisë së Big Brotherit në atë kohë, por gjithsesi e përjetoi çik si keq këtë situatën. Tani është interesante fakti sepse Loredana gjatë ditës së sotme kafe në mëngjesit e ka pirë me Olën dhe kanë biseduar të dyja duke shprehur një dyshim të vetëm që Jozi është në një lidhje me Valbonën dhe mënyrën se si ato të dy arsyetohen dhe mënyrën se si ato të dy njihen është pak e çuditshme. Loredana po thotë që Jozi vazhdon të na gënjejë ne të dyjave, vazhdon të na mashtrojë ne të dyjave dhe ka mendjen dhe zemrën tek Valbona. Në anën tjetër Valbona thotë që i vetmi mashkull që unë dashuroj në këtë shtëpi është Laerti dhe përpos Laertit nuk dua mashkull tjetër, por siç duket situatat janë shumë kontradiktore dhe sjellin në fakt diskutime dhe debate brenda kësaj shtëpie. Banorët janë shumë në tension. Loredana dhe Ola tashmë kanë filluar që të largohen apo të shmangen pak si Jozit. Loredana e shmangur me kohë sepse ka patur debate pasi që Loredana edhe gjetë gjatë ditës kur po pinin kafen tek banaku i Lori Kafes se pyeste Jozin se cila është arsyeja dhe cili është qëllimi që ti më shmangesh dhe çfarë gabimi pas kam bërë unë që duhesh ka të vuaj gjithë këtë dënim se unë nuk arrit do ta kuptoj. Ndërsa në anën tjetër ishte Jozi ai që ishte aq i bindur që ti ke bërë gabimin e jetës dhe ti nuk është se më ke vlerësuar dhe nuk është se më ke respektuar ashtu si duhej ta bënte një femër, teksa Loredana nuk e kupton dot se ku është qëllimi i Jozit dhe ku ka gabuar ajo. Në anën tjetër, Ola sot është shumë e shmangshme nga Jozi, nuk është më ajo Ola që kishte dëshirën që të ndaj kohë me të, nuk është më ajo Ola që kishte dëshirën që të kaloj momente me të, por është kjo Ola e cila është larguar rënjësisht nga Jozi dhe vazhdon të ketë qëndrimin e saj dhe bindjen që Jozi po e tradhëton Olën edhe Loredanën, le të themi, apo qoftë Jozi ka mendjen te Valbona. Kujtojmë që jashtë shtëpisë së Big Brotherit Jozi ka thënë që nuk i njeh vëllezërit e Valbonës dhe si kjo deklarata ka qenë më kot, do me thënë që ka dyshime se ka këtu një gjë në këtë mes. Unë nuk e gjykoj shumë edhe Gertën pse Jozi dhe Valbona u munduan ta nxjerrin në një lloj skenari sikur Gerta e ka ngrënë këtë kulaçin siç po thuhet, por gjithsesi presim për të parë se çfarë do të ndodhen. Tashmë është krijuar një Don Juan në shtëpi me tre vajza të cilat luftojnë deri diku për ta patur Jozin. Valbona në një mënyrë shumë të fshehur edhe duke thënë gjithmonë se unë e dua Laertin, ndoshta kjo mund të jetë edhe një strategji e Valbonës që e ka gjetur këtë sekretin për të qëndruar edhe një ditë më gjatë në shtëpi, ndërsa në anën tjetër kemi Loredanën dhe Olën të cilat po luftojnë në çdo moment të vetëm për të qenë pranë mashkullit të cilin ato e preferojnë dhe kanë preferenca. Loredana ka bërë dhe një pakt në të cilin do t'ua tregoj tani. Ajo e lutën Mikelën që ta provokon pafund Jozin dhe të shikojnë qëndrueshmërinë e Jozit. A është Jozi që vërtet ka synim te Valbona dhe do ta injoronte Mikelën, apo është ky Jozi që çdo vajzë e cila do t'i shkonte pranë ai e pranon në propozimin e tij? Do të ndjekim se çfarë do të ndodhen sot dhe do të rikthehemi përsëri për të komentuar ngjarjet brenda kësaj shtëpie.